Edhe fakti, sepse kjo është një pasojë, po të shikojmë neve jemi në listat e vendeve të treta, të katërta, po themi sa i përket nivelit ekonomik. Dhe çfarë halli kishte njoftimi i Shtetet Bashkuara, i vendimin që ishte që nuk duhet përfitojnë nga parat e shtetasve amerikan. Kështu që në një farë mënyrë edhe ne jemi bërë problem që për shkak të keq qeverisjes këtu, detyrohen t'ikin atje, ikin për studime dhe qëndrojnë atje për shembull, apo shkojnë për të lindur dhe pra përfitojnë gjitha benefitet e tjera atje. Kjo është e keqe, dakord, edhe se mund të shkojnë për turizëm, të gjitha këto nuk është problem. Pra nuk është vendosur kjo barrierë, po themi. Por është për këto problematike. Problemet që në shqetësojnë edhe në Shqipëri, kuptojnë se këto hallet janë që ikin ata. Unë vetëm Spiropalen kam lexuar deri tani. Si ka pritur partia, si ka pritur qeveria këtë? Këtë ke patur kontakte, si e komentojnë në radhët? Me ata që në zë. Kjo është në radhën e atyre, po themi, goditjeve që marrë, se patjetër është një lloj goditje, dhe është në vazhdin e atyre goditjeve që po merr qeveria dhe që nuk po i le akoma që të ngrej kokë, po themi kështu, për të qenë ata një hap para me propagandën për ta mbuluar këtë gjë, sepse nuk është e thjeshtë. Nuk mund të kalohet një fjalë goje, siç e ka bërë ministria nga treni i saj, që është duke shkuar, jo treni personal, po kur ishte duke udhëtuar me tren. Pra nuk mund të kalohet aq thjesht, sepse je në vendet, je në listën e vendeve më keq ekonomikisht, më pa stabilitet, më pa demokraci, pra është në... Jemi në kratë Rusisë, më në fund ditës, edhe të tjerë.